unë që ka menoj se një parë është me dasht familjen tane, me respektu prindin tanë, me respektu sakrificën e prindve tu që bojnë për ty. Unë shpesh ju ta me studenta mas pare veç me ndoni për familjarët e juj që një ardhë këto, edhe qka ata punojnë, se dikuna i punon babin ndërtimtari, dikuna i punon diku tjetër, edhe me ndoni që ata japin pare për juve që ju me arë me studiu. Unë për shembull vetë gjatë kohës që kam qenë në studime për 4 vite mallëm ka pas marrë me vesh farmer, ka se vetëm trener, ka sepse u dashke me studiu, edhe u dashke me punu, kom punu edhe kamarjer, ka dikun 7-8 vite kom la gota, do më thonë pa në alë, po verës për me siguru pak pare që më janë ndihmu familje, se kisha edhe kolegjin privat, e kolegji privat kushtojke, puna për me kry juridikon, kom punu edhe kamarjer, kom punu edhe s'po di qa më thonë kom la gota, po krejto se në tjera, vetëm thjesht me animu familjes, sa të do pak barën, sepse o dashk me pagu, se na nuk pata mujtë mu registru në konvekt, u dashk me gjithë banesë. Kështu, do ma krejt kemi kalu na për sfida dhe kalujme edhe prapë edhe tash, pëse jemi prind, kemi kriju familje, prapë i kemi sfidat, mirë po, unë menoj që kur e dëm familjen, e dëm vetë vetën, e dëm mësusin tanë, unë menoj që veç 3 sene du të më rujt njeri, du të me dasht, zotin me dasht, familjen me dasht edhe kombin me dasht, kaq. Do me thonë, qëto 3 sene si t'jenë regull, po besoj që ti me ka një.